Policia e Elbasanit ka finalizuar operacionin metalurgjiku, të cilin e ka cilësuar si një nga operacionet më të mëdha kundër krimeve mjedisore në vitet e fundit. Pas një hetimi disa mujor në drejtimin e prokurorisë, janë vënë në pranga 16 shtetas, mes tyre 9 shtetas të huaj, si dhe janë proceduar penalisht 2 subjekte juridike, të cilat ushtronin aktivitet të palishëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferokromit. Operacioni synoi goditjen e veprimtarisë kriminale që dëmtonte rënd mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve, duke zbuluar dhe një sken të gjerë shkeljesh në zonën e ish metalurgjikut në Bradashesh të Elbasanit. Si rezultati ndërhyrjes policore janë arrestuar administratorët, drejtorët e prodhimit, inxhinierët, drejtuesit teknik, përgjegjësit e turnit, operatorët e furrave dhe punonjës. Mes të arrestuarve janë një shtetas korean, një shtetas nepalez dhe disa shtetas indian. Në pranga ka përfunduar dhe shefi i sektorit të mjedisit në Bashkinë e Elbasanit, i dyshuar për veprën penale, shpërdorim detyre dhe falsifikimi dokumentave. Ndërkohë janë shpallur në kërkim 8 aksionerë të tjerë të subjekteve për veprat penale që lidhen me ndotjen e ajrit, të ujrave dhe të tokës, fshehjen e të ardhurave, punësimin e paligjshëm si dhe pastrimin e produkteve të veprës penale apo veprimtarive kriminale kryer në bashkëpunim. Policia ka bërë me dije se po punohet intensivisht për kapjen e tyre. Nga hetimet dhe inspektimet e përbashkëta në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit ka rezultuar se subjektet nuk respektonin rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve, kryenin përpunim të palishëm të mbetjeve të baterive, si dhe shkaktonin ndotje të vazhdueshme në mjedisin përreth. Gjithashtu, aktiviteti i 2 subjekteve është pezulluar deri në përmbushjen e plotë të kërkesave ligjore. Gjatë operacionit janë sekuestruar celular dhe pajisje DVR. Të gjitha provat janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Elbasanit për veprime të mëtejshme ligjore.